Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Jemi në misionin në prag të iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Radio Vatit dhe Miftinisë së Shkupit. Ky mision transmetohet në valët e Radio Vatit, si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte, bashkë me mua në studio, për ta zbukuruar këtë muaj të bekuar të Ramazanit, është hoxha jon Zekeria Efendi Bajrami, me cilën do të bashkëbisedojmë rreth pejgamberit Ishak alayhis salam. O i nderuar hoxh, mirë se erdhe në misionin tonë. Allah ju shpërbleft për që pranuat që sonte të jeni bashkë me ne. I nderuar i hoxh, pasi do të flasim për Ishakun alayhis salam. A mund të na tregoni se kush ishte Ishaku alayhis salam? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Hamdi, falënderimi, lutjet, adhurimi takojnë të vetmit Zot, pra Allahu dhul Jalal. Përshëndetjet tona të përzemërta ja kushtojmë edukatorit ton, mësuesit ton, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Të flitet për pejgamberët është privilegj, të flitet për pejgamberët, për njerëzit e zgjedhur të Allahu dhul Jalal, është kënaqësi. Nga sa Allahu dhul Jalal krijoi njeriu e pajisje me të logjikuar, me shumë të mira, por nuk e la vetë se mund të hutohet dhe mund të devijojë. Dhe Allahu dhul Jalal njerëzimit i ka dërguar 124.000 pejgamber. Dhe në Kur'an thotë rusula mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Pejgamber të një pas njëshëm, kështu që të mos kenë njerëzit arsye në ditën e gjykimit dhe të thojnë o Zot, nuk pati kush të na udhëzoj, që ku janë udhëzuesit. Pejgamberët janë liukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur, për të nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë. Andaj, nga ky numër i madh i pejgamberëve, Allahu dhul Jalal disa prej tyre i ka përmend në Kur'an, e shumicën jo. Dhe i thot të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Disa prej tyre ti kam përmend, kam rrëfy për ta, kam treguar historinë, biografinë e tyre, por disa jo. Nga ata të cilët janë përmend në Kur'an, që janë 28, nga mesi i tyre është edhe pejgamberi Ishak, është përmendur në Kur'an 17 herë. Pejgamberi Ishak është i biri i Ibrahimit, është vlla i Ismailit, është babi i Jakubit, është gjyshi i Jusufit alayhis salam. Ibrahimi llogaritet si babi i pejgamberëve, nga se shumë pejgamberë kanë ardhur nga loza e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam ka patur dy gjem, pra Ismailin dhe Ishakun. Nga loza e Ismailit vjen i dashuri jon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse nga loza e Ishakut vijnë jehudët e soçëm. Prej atë nga se i biri i Ishakut ishte Jakubi alayhis salam. Kështu që Ishaku nuk ka shumë të përmendur në Kur'an, për to nuk flitet shumë. Dhe Ishaku mjafton që është bab i Jakubit dhe gjyshi i Jusufit, edhe kështu kanë ardhur shumë pejgamber nga loza e Ishakut. Nderuari hoxh, Ishaku alayhis salam, a ishte rasul apo nebi? Dhe për shikuesit nëse mund na sqaroni këtë termin rasul dhe nebi, cili është dallimi? Shumë mirë. Allahu dhul Jalal ka dërguar nga këto 124.000, disa kanë qenë rasul, shumë si është rusul. Disa kanë qenë nebi, shumë si i tyre është enbiya. Dhe kështu pra me automatizëm çdo rasul është edhe nebi, por jo çdo nebi është edhe rasul. Ishaku
i takon grupit të embijave. Se Allahu dhul Gjelal në Kur'an thot, fe besharnahu bi Ishaka nabiyyan min as-salihin. Ibrahimit i dha myshde se do t'japim Ishakun si fëmijë të tij dhe ai do të jetë një pejgamber si gjithë pejgamberët. Dallimi në mes të rasul edhe nebi është se rasuli dhe rusulët shumësi kanë patur shpallje vetë, kanë patur libër ose fletushka. Ibrahimi për shembull është rasul, se ka pas fletushka, kurse Ishaku është nebi, është shërbi me fletushkat e babës vetë. Ka raste që një pejgamber ka qenë rasul, tjetri ka qenë nebi, dy vëllezër, njëri rasul, tjetri nebi. Ai që ka qenë rasul, pra ka qenë edhe nebi. Ai që ka qenë vetëm nebi nuk ka qenë rasul. Rasti është me Musain a.s. edhe Harunin. Pra Musa a.s. është rasul dhe nebi se ka patur librin Teuratin, kurse Haruni ka qenë nebi, por nuk ka pas librin vetë, është shërbi me Teuratin. Pra kjo është dallimi në mes rasul dhe nebi. Pra Ishaku a.s. Ishaku është nebi. Edhe me dëshmi kuranore, fe besharnahu bi Ishaka rasulen nebiyyan min as-salihin. Pasi Ibrahimi a.s. kishte dy djem, Ishaku a.s. a ishte i pari apo i dyti bir Ibrahimit a.s. Argumentet flasin, Kurani flet dhe kuptojmë se Ishaku ishte i dyti, kurse i pari ishte Ismaili. Ase Ibrahimi a.s. thot, si që është regjistruar në Kur'an, Elhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaila wa Ishaq. Falenderoj Allahun i cili në pleqëni të shtyjime më dhuroi mu Ismailin edhe Ishaq. Dhe zakonisht dikush kur ka dy fëmijë, së pari përmend të madhin filani dhe filani. Ismailin e kishte me bashorten Haxherin. Pra nana e Ismailit është Haxheri. Kurse nana e Ishakut është Sara. Së pari i ka dhuru Allahu dhul Gjelal Ismailin nga bashortja Haxher, pastaj në pleqëri të shtume i ka dhuru edhe Ishakun. Kur i ka dhuru Ismailin, pejgamberi Ibrahim i ka patur 86 vjet. Po kur ja ka dhuru Ishakun i ka patur 100 vjet. Dhe më thonë, Ishaku është 14 vjet më i ri apo më i vogël se Ismaili. Nana e Ishakut ka qenë në moshën 90 vjeçar. Pra Ibrahimi në moshën 100 vjeç, Sara në moshën 90 vjeç. Dhe kur ka ardhur meleku t'i jep myshde se Zoti do të falë përsëri një fëmijë, Sara ka thonë, si do të lindi unë fëmijë kur unë jam në moshë edhe jam që nuk lindi, se deri atëherë nuk ka lind. Sara ka lind një herë, ka lind Ishakun, e në cilën moshë, në moshën 90 vjeçar. Por Allahu dhul Gjelal kur don i bën atë të pamundshme. Ai kur don e bën të pamundshmen që neve s'na merr, po kështu ka ndodhur që Ibrahimi kur i është lind Ishaku i ka patur, Ibrahimi a.s. i ka patur 100 vjet, kurse Sara i ka pas 90 vjet. Kjo është po gjë një argument dhe miqtë edhe për ata të cilët edhe në kohën e sodit Allahu nuk i ka jep shpresë. Nuk ka vend për të humbur shpresat, se Allahu dhul Gjelal i ka fal fëmijë Merjemit edhe pa babë. I ka fal fëmijë Sarës, konkret se flitet për gjinimin femëror këto në këtë kur është mosha, pra i ka dhuru fëmijë në moshën 90 vjeçar. Nderuar Hoxh, Ibrahimi a.s. tentoi që njërin prej bijve të tij ta bëj kurban. Cili ishte ai? Ajo që është e vërtet me Kur'an dhe me argumente se Ibrahimi a.s. tentoi të bëj kurban birin e vet të vetëm, pra Ismaili. Thamë se Ismaili ishte i pari, kurse Ishaku nuk ishte i vetmi, Ishaku kishte vllaun më parë. Dhe
fakti tjetër është se Allahu Dhul Xhelal në Kur'an thotë: "Fa basharnahu bi Ishaqa wa min wara Ishaqa Yaqub." Ne i dha mëjde se ati do t'i lind Ishaku dhe pas Ishaku do të vi Jakubi. E sikur ta kish urdhëruar Allahu Dhul Xhelal që të bëj kurban të theri, atëherë si e ka lajmëruar se ki i theruri do të ketë fëmijë. Kjo është pra argumenti. Jehudit pretendojnë se kurbani në fjalë që ka fliju veten, që i ka thonë babës vetë: "Ja ebeti f'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin." Kur e ka lajmëru Ibrahimi a.s. dhe ka thonë: "Mu Allahu më urdhëron që ty të bëj kurban", dhe i biri ti, pra është në fakt Ismaili, i biri ti ka thonë: "O Zot, bëj ata që ti je i urdhëruar, mu inshallah do të më gjesh durimtar." Kjo është një nder shumë i madh, një famë shumë e madhe. Prandaj mundohen jehudit ta përvetsojnë këtë, të thonë ki ka qenë gjyshi jo, se ne thamë më parë. Ismaili a.s. është gjyshi i arabëve, nga ai vin arabët, kurse Ishaku është gjyshi jehudëve. Dhe ata pretendojnë që të thonë ai burr, ai ka qenë fëmijë, po them ai fëmijë burr që ka qenë i gatshëm të flijoj veten për hir të Allahut dhe të bëhet kurban, ka qenë Ishaku, sipas atyre. Por e vërteta është se edhe në Teurat, edhe në libra të tjerë, thuhet se Allahu Dhul Xhelal i ka thonë të bësh kurban birin tënd të vetëm. E tash, cili është i vetëm, i pari apo i dyti? Është normal që i vetmi ka qenë që i ka tentuar Ibrahimi a.s. të bëj kurban me argumente është Ismaili. E ato pretendojnë, ato thonë se Ibrahimi ka tentuar të bëj kurban gjyshin ton, Ishakun, dhe ai ka qenë aq besnik dhe aq trim që e ka fliju veten dhe ka thonë urdhna babo. E tani Allahu Dhul Xhelal në vend që të bëj kurban birin e vet, Allahu Dhul Xhelal siç dihet i ka dërguar një dash dhurat në vend të birit. Po, fjala është se tentativa e Ibrahimit për të bërë kurban të birin e vet ka qenë pra për Ismail. Po gjendëruar, mund të na jepni një mesazh për në fund? Kështu tash, kur jemi në këtë muaj të bekuar dhe flasim për pejgamberët e nderuar, është mirë pak të jemi të interesuar për të lexuar mbi biografinë e pejgamberit. Ndoshta nuk do të ketë popullata si të gjithë për shembull hoxhallar që të dinë në detaje çështjet e pejgamberëve apo çështjet e fesë, por së paku të dihet sa pejgamber ka dërguar Allahu. Të dihet sa pejgamber. Sikur të bëjmë një anketë, dalim për shembull të pyesim rinin muslimane të cilët elhamdulillah falin namaz, edhe dalëm e pyesim njërin të shkon në xhami. Ai është namazxhi, jo s'po i pyesim ato të shkon dikun tjetër, po bash atë që shkon në xhami. Valla sa pejgamber ka dërguar Allahu Dhul Xhelal? Ai duhet të thotë 124.000 pejgamber. Vjen pyetja, një pejgamber prej pejgamberëve ka dashur të bëj kurban të birin e vet. Kush ka qenë ai? Pra ka qenë Ibrahimi, kurban ka dashur të bëhet Ismaili. Dhe në muajin e Ramazanit është mirë që të lexohet sa më shumë Kur'an, pos që agjerojmë që është një adhurim i dalluar, i veçantë. Dhe njerëzit tonë kanë guximin të bëjnë atë që është më e vështirë, pra agjerimin e Ramazanit, por e anashkalojnë atë që është më e lehtë, pra është namaz. Mesazhi është që jo vetëm në Ramazan, po sidomos në Ramazan. Ai që ka qenë i rregull i 5 kohëve të namazit, mundësisht t'ja jep besën Allahu Dhul Xhelal që me hyrjen në Ramazan nuk lën namaz pa fal. Ata që dinë Kur'an të lexojnë Kur'an sa më shumë. Ata që nuk dinë edhe të bëjnë jetë mundësisht të mësojnë leximin e Kur'anit. Të ketë respekt ndërvëllazëror. Dhe mesazh është që të mundohen musliman të bëjnë traditë si më parë, që të bëjnë iftare në shtëpitë e tyre, se ka shumë bereqet dhe shumë kënaqësi.
Tash mundësit pak na pengojnë, jo nuk ka mundësi, jo kështu jate, po elhamdulillah që iftaret në trojet tona, në përgjithësi, sidomos të ne në Shkup. Iftaret janë, mashallah, janë shumë mirë, bahen iftare, thirrën njerëzit në iftar. Mirë po, iftaret bëhen në për restoran. Okay, tamam, Zoti ja u pranoft, ama sikur të kthehet ajo traditë, së paku 1, 2, 3 iftare të shtëpia me një shoqëri, me një numër më të vogël, familjar, që të kthehet traditë. Bereqeti, aty ku bëhet iftari është bereqeti, dhe të luten para iftarit, sidomos të luten se duat, lutjet para iftarit janë të pranuara. Dhe lutja jonë është që Allahu Dhul Xhelal të na lënë të gjithëve shëndoshë mirë në këtë muaj të bekuar dhe të bëjmë gara sa më shumë të bëjmë ibadet, të adhurojmë Allahun Dhul Xhelal dhe në fund o Zot na i pranon të gjitha veprat tona në këtë muaj të bekuar. Këto ishin disa mesazhe shumë të vogla. Allah i shpërblet. Allah i shpërbleft edhe juve hoxhë nderuar për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborimin e qartë mbi Ishakun alayhis salam. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku misafir të sotëm kishim hoxhën e nderuar Zekeria Efendi Bajrami. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu ua pranoft agjërimin dhe lutjet e juaja. Wassalamu alaikum.